sa do t'i favorizoj përtec në lojë, Shoftani që doli elektron i lirë, se një kohë ishte afër grupit të Rogertës. Ma mirë ndaju. Rogertës? Jo, s'ka pse të lëshoj terrenin në Brikenës ajo. Pse të lëshoj terrenin në Brikenës. Kështu që unë mendoj që në këtë pikë të lojës, se gjithë shtëpia është në luftë me njëri tjetrin. Pyetja është nëse shkon Brikena te Rogerti, a do të shkoj Juela te Stenaldo? Tani. Okej, tani më thoni. Po prishet gjë aleanca Miri dhe Rogert apo po më duket mua? Se di, kështu po më duket mua. Më thënë sa do bëjnë si kur janë miq. At the end of the day, ndërkohë kjo një nga fushat më të mira ever që kam përdorur ever në jetën time. Kush mendoni se është lideri i shtëpisë? Paktën kë ka votuar publiku. Nuk e di pse mendoj mund të jetë Matteo. I don't know why. Kush mendoni? Miri. Miri, kush janë dy dyshet që ti zgjedh? Dy dyshet që unë zgjedh janë përputhen. Që do të thotë Brikena me Selin, edhe dy shokët që janë shok. Unë përputhen nuk bëj dhe të shojnë tani se si të shkoj situata. Pitu Gimbo. Normalisht është televotimi vështirë, se jemi dy çifte, por jemi ndarë po në dy çifte. Kështu që sidoqoftë votojeni veç e veç, ë? po pra, dhe më duket një zgjedhje shumë e vështirë dhe për publikun. Ose më mirë, cili çift kalon në televotim? Veç e veç. Pra, deri të shtunën Ya Arabi, alla ya Edisa, alla ya Arabi, alla ya Edisa. U zgjodha lider. Tash, veç pse je zgjedh lider, nuk do të thotë që unë një përgjigje në pyetje tua kur do ti, kështu që vazhdoje lojën tonë dhe jemi në rregull. Briki, you're that girl. Edhe në pysni, si kanë të lodrat, se më dërgoni reaction në përstori, kanë lodrat e Persefonit. Të e që në shëstime. Të në se lodra kuka, se lodra naj si blen babi vetë, dhe zgat vetë me të qenë që kënaqet 3 sekonda dhe nuk luan më kur me këto lodra. A është nominimi më i fortë që kemi për këtë sezon si pas arbrit? Dhe të mendoni dhe ju si pas arbrit? Është lezuar. Ai e bëri tamam, futi ato që ka miq. qartë. Votoni, edhe njëherë mos harroni në televotim shkojnë Brikena, Matteo, Selin dhe Gimbo, votohet veç e veç, kështu që votoni